në kërcin që ndodhet në qendër të hundës ekziston ndonjë devijim apo jo, sepse kjo na ndryshon natyrën e operacionit. Në shumicën e rasteve, edhe në qoftë se ekziston një devijim i hundës, neve atë mund ta rregullojmë së bashku me estetikën e hundës, edhe devijimin dhe estetikën t'i bëjmë të dyja në të njëjtën seancë. Diçka tjetër që duhet marrë parasysh përpara operacionit të hundës, të cilin kirurgu duhet ta ketë patjetër në mendjen e tij, është ndryshimi midis gjinive, sepse një hunda e një mashkulli nuk ngjan me hundën e një gruaje, ndërkohë që hunda e një gruaje është pak si me maj më të lartë, këtë pjesën këtu e ka pak më të futur, mashkulli duhet ta ketë pjesën midis ballit dhe hundës më të drejtë, gjithashtu këndin midis hundës dhe buzës duhet ta ketë më të vogël se sa mund ta ketë një femër, sepse për ndryshe feminizohet fytyra e një mashkulli dhe bëhet më tepër si drejt tipareve femërore, gjë të cilën ne nuk e dëshirojmë. Gjëja që ne dëshirojmë, të cilën ne kemi qëllim gjatë operacioneve të hundës, është që të arrijmë një hundë sa më të bukur dhe sa më natyrale që të jetë mundur për fytyrën e pacientit. Zakonisht ndodh kjo që shumë njerëz shohin hundën e një aktore të caktuar dhe vinë dhe thonë dua hundën si Nicole Kidman për shembull ose si dikush tjetër, si një personazh i caktuar. Dhe asnjëherë nuk duhet menduar në atë mënyrë. Çdo hund duhet të shkojë me fytyrën. Njësoj si në operacionet e gjoksit që ne nuk asnjëherë kur na vjen një pacient nuk i themi në çfarë mase e do gjoksin. E dua masa 3, e dua masa 4, ka paciente që vinë me dëshira të tilla. Asnjëherë nuk duhet vendosur në bazë të asaj. Pacienti dhe kirurgu duhet që të diskutojnë së bashku në mënyrë që të vendoset masa më e duhur për trupin ose për fytyrën e pacientit ose pacientes. Pra bëhet fillimisht një konsultim midis mjekëve specialist, besoj kirurgut. Sigurisht. Dhe pacientit. Dhe pastaj vendoset se si do të procedojë mënyra operacionit. A është një operacion i lehtë? Operacioni i hundës nuk është operacion i vështirë, mbas operacionit të hundës për pacientin flitet gjithmonë. Nuk kemi dëgjuar kur që të thotë kam dhimbje të tmerrshme ose pata shumë dhimbje, pata shumë probleme, pata shumë siklet mbas operacionit. Mund të kemi disa entje dhe disa nxirje, të cilat kalojnë me kalimin e kohës, këto mund të zgjasin rreth 2 javë, maksimumi 3 javë, mirë po sidomos mbas javës së parë, shumë thjesht, sidomos vajzat të cilat përdorin makjazh, ato mund të mbulojnë shumë thjesht me një ton të thjesht që gjendet në dollapin e çdo femre, besoj. Po, patjetër. Pra, pas një javë është disi ajo pamja e fryrë e ënture e fytyrës së pacientit mund të largohet, mund të eliminohet. Sigurisht, do të thënë që pas një jave ne mund ta shikojmë hundën pak a shumë se si është, çfarë rezultati kemi arritur, por që hunda të arrijë në pozicionin përfundimtar duhet që të kalojnë 6 muaj deri në 1 vit, sepse entjet sado që nga përjashta mund të mos duket, sidomos mbas javës së tretë, shumica e njerëzve që nuk e njohin personin në fjalë, nuk e kuptojnë që ajo ka bërë një operacion, por vetë pacientja ose pacienti, duke parë hundën në pasqyrë, e vëren që ka një lloj entje, një lloj fryrje, e cila me kalimin e kohës kalon, sigurisht bie, mirë po varet pak dhe nga vendi në të cilin vëren, sepse lëkura e hundës nuk është e njëtrajtshme. Lëkura e hundës në disa pjesë është më e hollë dhe juve nëse e vini dorën në hundë e kuptoni këtë, në disa pjesë është më e trashë. Në qoftë se lëkura është e hollë, nga pacienti në pacient ka ndryshim sigurisht nga lëkura në lëkurë, në qoftë se është lëkura e hollë, është më e thjeshtë që të bien entjet dhe që hunda të marrë pozicionin përfundimtar, të marrë atë pamjen përfundimtare. Në qoftë se lëkura është pak më e trashë, është pak më e vështirë, entjet bien më ngadalë. Gjatë kësaj periudhe, pra siç e thatë 6 mujore, 1 vjeçare, pacienti ndiqet rregullisht, pra bën konsulta sa herë? Sigurisht, ne zakonisht e thrasim pacientin mbas operacionit të hundës javën e parë. I ndrojmë atë bandazhin e madh dhe i vendosim një bandazh fare të vogël, të cilin ai e mban një javë tjetër. Pas bandazhit të dytë, pas javës së dytë, ai pacienti ose pacientja e heq bandazhin dhe mund të shfaqet, mund të bëjë jetën e tij sociale, jetën e punës, si do dëshirojë vetë. Mbas kësaj, neve zakonisht e thrasim mbas muajit të parë dhe mbas muajit të 6. Tek pacientët pasi emisionin e parë kemi pasur dhe një telefonues madje që kishte fëmijën e tij të lindur me buzë lepuri.
dhe mos gaboj kishte bërë 4 operacione dhe nuk ishte rregulluar, pra nuk pamja e tij ishte njësoj, si ashtu kishte lindur me defekt të lindur. Si mund të kryhet një operacion i tillë? Operacioni ai la dhe një numër kontakti, një operacion që do kryhet nga prezenca juaj Spitali Amerikan. Le të shpresojmë. Ky lloj operacioni është i njëjta logjik që përdoret gjatë operacionit të hundës normale, do të thënë të hundës primare. Mirë po, ndonjëherë nuk kërcet që ne duhet të përdorim për të mbështetur strukturat e hundës mund të mos dalin gjatë në këto lloj anomalish, sepse kemi nevojë për shumë më tepër strukturë brenda hundës për të vendosur një lloj skeleti në të cilin do të vendoset pastaj sipër saj lëkura dhe për këto lloj kërcesh përdoren zakonisht kërci që ndodhet, siç u thash në fillim, në qendër të hundës, mirë po mund të përdoren gjithashtu edhe kërc nga veshi ose mund të përdoren një kërc të cilin ne e marrim nga brinja. Këto janë burimet e tjera të kërcit që ne përdorim. Nuk është një operacion kaq i thjeshtë sa që është operacioni rinoplastia primare, por nuk është një operacion shumë i vështirë. Mbas rinoplastisë primare mund të ndodhin probleme të tjera, ndoshta pacienti mund të mos jetë i kënaqur me rinoplastinë që ka me rezultatin estetik, mund të mos jetë i kënaqur me rezultatin funksional, sepse siç dihet hunda është një organ shumë i rëndësishëm i frymarrjes dhe nëse një pacient ka një hund shumë të bukur, por ka vështirësi në frymarrje, atëherë sigurisht ai nuk do të jetë kurrë i kënaqur me rezultatin e marrë, kështu që mund të bëhet rinoplastia sekondare, vetëm se nuk duhet harruar që rinoplastia sekondare midis rinoplastisë primare dhe sekondare duhet të kalojë të paktën një vit, në mënyrë që të gjitha entjet dhe shërimi i plotë i indeve të plotësohet. Dhe mbasi kalon një vit, atëherë mund të marrim në rinoplastinë sekondare, në raste shumë të rralla ne mund të marrim për rinoplastin sekondare që në muajin e 9, por zakonisht ne presim një vit dhe pastaj shkojmë në rinoplastinë sekondare. Edhe sepse, siç u thash, ndryshimet në hund vazhdojnë dhe duke vazhduar ndryshimet në hund ne nuk mund të jemi kurrë të sigurt për rezultatin përfundimtar të hundës. Rezultati përfundimtar shihet tamam vetëm mbas një viti. Mbas kësaj periudhe. Besoj keni pas pacientë të cilët keni bërë një operacion të tillë, si ka rezultuar ky operacion? Rinoplastia primare është më e thjeshtë se rinoplastia sekondare, por nëse rinoplastia sekondare bëhet me kujdes dhe bëhet nga duar të specializuara, ajo ka rezultate po aq të mira sa dhe rinoplastia primare. Nuk e vëmë në diskutim pasi në Spitalin Amerikan, qoftë në Tiranë, qoftë këtu në qytetin e Fierit, punojnë mjek të specializuar, teknologjia specializuar. Gjithashtu për operacionin e hundës ne disponojmë, kemi lidhje siç e dini dhe me Turqinë dhe me Stambollin, dhe disponojmë një program në të cilin pacienti ose pacientja me anë të kompjuterit mund të shikojë se çfarë ndryshimesh do të ndodhin në hundën e saj ose të tij. Dhe i vendosim fotografit njëra afër tjetrës, shikon ai tamam se çfarë do të ndodhi mbas operacionit. Mund t'ia tregojmë domethënë me anë në fotografive se çfarë do të ndodhi mbas operacionit. E disponojmë një program të tillë. Sigurisht që duhet marr parasysh që defektet që janë në hund, deformitetet, ne i shikojmë që në fillim, por ne i shohim me syrin e kirurgut. Vetë pacienti mund të mos ta di se cili do të jetë rezultati përfundimtar. Nuk është se ajo programi që bëjmë në kompjuter do të na ndryshojë planin e operacionit. Thjesht është që pacienti vetë ose pacientja të jetë pak më i qetë përpara operacionit. Flasim dhe për qepallat e syrit, operacionet pasi jemi futur disi në fushën estetike. Flasim këtu edhe për qepallat. Sigurisht. Operacioni i qepallave të syrit është një nga operacionet më të shpeshta të kirurgjisë plastike dhe estetike, sepse sidomos mbas moshës 35 vjeçare, gra dhe burra vinë shumë duke me ankesën që syri i tyre nuk ka më atë ndritshmërinë, atë hapjen që ka pasur kur ka qenë më i ri. Dhe gjithashtu në mosha akoma më të mëdha ndodhin ato qeskat e syve në qoftë se i keni vënë re, gjithashtu varja e lëkurës së syrit sipër, e qepallës së syrit, dhe kjo ndonjëherë mund t'i pengoj njerëz dhe për të lexuar gazetën, mund t'i pengoj për të parë përballë. Ka pengesa jo thjesht estetike, por ka pengesa edhe nga ana funksionale për pamjen. Duke qenë kështu,
ne ofrojmë blefaroplastin e sipërme dhe të poshtme. Blefaroplastia e sipërme sidomos vlen shumë për nga kjo anë. Në blefaroplastinë e sipërme ne heqim një pjesë të lëkurës, gjithashtu heqim dhe një pjesë të muskulit, i cili është varur, si të thuash, dhe e qepim përsëri. Me këtë operacion lihet tek pjesa e palosjes së syrit, lihet një shenjë e hollë, e cila me kalimin e kohës nuk duket absolutisht fare, sidomos te gratë është fare e thjeshtë për të fshehur me shumë pak make-up. Dhe vërtet që ka një rezultat mjaft të bukur, syri bëhet më i ndritshëm, më i hapur dhe gjithashtu, siç u thash, është më e thjeshtë për pacientin ose për pacienten që të shikoj përballë, të lexoj gazetën më mirë, e ka shumë më të thjeshtë. Pra dhe nga ana funksionale dhe nga ana funksionale është një operacion mjaft i suksesshëm. Flasim paksa për veshët, pasi flasim për fytyrën në përgjithësi, pasi pamja që e zbukuron më tepër njeriu nga ana estetike është fytyra. Po. Flasim këtu, fusim edhe veshët disi. Sigurisht. Tani për vajzat sidomos është më e thjeshtë që t'i fshejmë veshët sepse mbajnë një flokë të gjatë e tjerë, kurse për djemt është shumë e vështirë. Ne operacionet e veshëve, ndoshta mendohet ndryshe, mundohemi që t'i bëjmë përpara klasës së parë, sepse kur shkojnë fëmijët në klasë të parë, përballen me talljet e shokëve, veshlapush, e tjerë. Fjalë të tilla. Është shumë mirë që këto lloj operacionesh të bëhen në ato mosha të reja, që kur të shkojë në shkollë fëmia mos të ketë kështu lloj problemesh. Është operacion i lehtë për sa? Nuk është një operacion i vështirë, operacioni varet pak edhe nga kirurgu, por si rreth 1 orë e gjysmë, 2 orë. Mund të bëhet me anestezi lokale, jo me anestezi të plot. Me anestezi lokale. Me anestezi lokale dhe ne në përgjithësi bëjmë këtë që i japim një ilaç intravenoz nga damari, ndërkaq, bashkë me anestezi, në këtë mënyrë e zgjidhim, në mënyrë që pacienti mos ta mbajë mend operacionin. Në këtë mënyrë dhe operacioni nuk bëhet me tub, do me thënë me intubim, me anestezi të plot, dhe ne punojmë shumë rehat, dhe pacienti vetë nuk mban mend asnjë gjë nga gjithë pjesa operatore, gjithë ajo trauma që ka ndenjur atje dhe është mërzitur etj. Nuk mban mend absolutisht asnjë gjë nga kjo. Bëjmë një anestezi lokale për komplet veshin dhe pastaj bëjmë një prerje mbrapa veshit. Po. Në këtë mënyrë e fshehim shenjën. Megjithatë, dhe nëse bëhet një prerje në pjesën e përparme të veshit, shenjat në vesh mbeten fare pak dhe janë shumë të vështira për të dalluar. Megjithatë, ne përdorim prerjen mbrapa veshit dhe pastaj shtrim veshët mbrapa. Po. Nuk është në fakt kaq e thjeshtë të shtrish veshët mbrapa, po nuk dua tani të hyj në detajet kirurgjikale. Një operacion tjetër i veshit është një operacion mjaft i rëndësishëm dhe një operacion pak a shumë i vështirë nga ana teknike në kirurgjinë plastike, operacioni mikrotias. Mikrotia është mungesa e veshit që në lindje. Ndonjëherë pacientët fëmijët lindin me një vesh dhe në anën tjetër nuk kanë fare ose kanë një reminant të vogël, kanë domethënë fare pak kërc, i cili ekziston atje, mirë po nuk ekziston veshi. Dhe këto lloj operacionesh ne i mbulojmë. Këto lloj operacionesh. Pra kjo quhet disi zmadhimi ose theksimi i një veshi tek një fëmijë me defekt. Ky është në fakt një rekonstruktim i veshit, sepse duke mos patur atje një organ të caktuar, ne mundohemi që atë ta rikonstruktojmë, ta bëjmë nga e para. Për rikonstruktimin e veshit, zakonisht ne përdorim atë që përdoret në të gjithë kirurgjinë plastike moderne, përdorim kërcin e brinjës. Në base përdorim kërcin e brinjës, e marrim dhe vendosim brenda në një xhep të caktuar atje, e përgatitim atë nga ana kirurgjikale dhe mbas asaj në seancën e dytë e ngrejmë veshin larg dhe vendosim lëkurë pas saj. Flasim edhe për buzë, pasi nuk lam asgjë pa përmendur për sa i përket pamjes së fytyrës. Por edhe buzët nuk mund t'i lëmë më njanë, pasi edhe kjo është një pamje estetike goxha. Sigurisht, buzët janë një nga për zmadhim apo zvogëlim të tyre. Pasi sigurisht besoj ka edhe pacientë të cilët kërkojnë zvogëlim të buzëve të tyre, theksimet e për të formave të sipërme. Është e vërtet, në fakt ekziston operacioni i zvogëlimit të buzëve, por deri tani nuk më ka ndodhur asnjë pacient që të vinte dhe të thoshte që të lutem dua që t'i zvogloj buzët, sepse
Nuk e di, ndoshta ka pak lidhje me atë asociimin që bëhen midis buzëve dhe sensualitetit të femrës. Tani vitet e fundit faktikisht pjesa më e madhe e personave vinë për të zmadhuar buzët. Po, është e vërtet. Për të theksuar. Është e vërtet. Shumica e grave ose vajzave vinë për të theksuar më tepër konturin e buzëve, për të trashur më tepër buzët. Estetikisht, buza e sipërme duhet të jetë pak më e madhe dhe duhet të rri pak më përpara se sa buza e poshtme. Dhe zakonisht ne kur ndërhym më tepër tek buza e sipërme, sepse ajo zakonisht është dhe më e hollë se sa buza e poshtme në shumicën e rasteve tek ata që kanë këto lloj problemesh. Ajo që bëjmë ne është që përdorim disa substanca mbushse, të cilat mund të jenë substanca mbushse të jashtme, si acidi hyaluronik, i cili siç dihet tretet për 6 muaj dhe pastaj kërkon përsëri që të përsëritet injeksioni, ose mund të përdorim dhjamin, i cili për sa kohë zgjat përdorimi i dhjamit? Përdorimi i dhjamit zakonisht mbas një viti neve presim që të mbetet të paktën 50%, mund të mbetet edhe më shumë se 50% i dhjamit që është injektuar në buzë. Dhe krijon edhe një diçka më natyrale në qoftë se injektojmë dhjamin. Do me thënë, personalisht ne kirurgët plastik zakonisht e zgjedhin më tepër injeksionin e dhjamit se sa injeksionet e substancave mbushse. Kohët e fundit është bërë në fakt pak modë që dhe në salon e bukurie vendosen substanca mbushse. Sidoqoftë, duhet që pacientët të kenë parasysh që këto lloj substancash duhet që të jenë të kontrolluara për si fillim. Do me thënë të jenë nga një firmë e mirë në mënyrë që të mos ndodhen probleme nesër pas nesër. Ekziston një mundësi që i bëri buzëve botox. Botoxi nuk është për buzët. Botoxi është diçka fare tjetër. Botoxi është një substancë i cila paralizon muskujt, është një lloj helmi në fakt, por që përdoret për efektin e tij paralizues të muskujve për të fshirë rrudhat e holla. Botoxi përdoret sidomos për pjesën periorbitale përreth syve, për pjesën e ballit, gjithashtu dhe për pjesën e këtyre rrudhave të nervave. Botoxi është një substancë mjaft e mirë, goxha që ka rezultate shumë të bukura, megjithëse njerëzit kanë filluar të trëmben pak nga botoxi këto kohët e fundit, por siç u thash, ajo i bëri buzëve botox nuk ekziston. Nuk tek Spitali Amerikan dhe tek ju nuk ekziston një mënyrë e tillë. Jo, është një mendësi e gabuar, domethënë buzëve nuk u bëhet botox, buzëve u bëhet substancë mbushse. Gjithashtu silikoni i lëngët, buzët i bëri silikon, më përpara, sidomos në rreth viteve 80, injektohej shumë shpesh. Akoma ekzistojnë disa mjek që e përdorin silikonin e lëngët për mbushjen e buzëve, mirë po, sidomos kohët e fundit është braktisur si mënyrë dhe silikonin e lëngët nuk e përdorim më. Ne përdorim sidomos acidin hyaluronik dhe dhjamin gjithashtu. Gjithashtu, gjatë injeksioneve të dhjamit mund të shpëtojmë dhe nga ndonjë dhjam i tepër që kemi në pjesë të ndryshme të trupit. Mund të eliminojmë diçka më tepër. Në këto momente do të shkëputemi për pak minuta publicitet për të falenderuar dhe njëherë përzemërsisht sponsorin ton general i cili bën të mundur realizimin e këtij emisioni në bashkëpunim sigurisht me televizionin Apollon, gjithashtu dhe ardhjen e mjekëve çdo të mërkurë në studio që të jemi sa më pranishëm jush, të dashur teleshikues, duke falenderuar dhe Sallon Bukurie Brunaldo, e cila kujdeset për lukun tim. Ndjeki pak minuta publicitet dhe rikthehemi sërish në studio. Mentor Sallonin e Bukurisë Brunaldo do të thotë të duash trupin tënd, të ndjesh të bukurën dhe elegancën. Trajtimet e fytyrës, flokut, duarve dhe këmbëve, gjithmonë me produktet më cilësore. Trajtim floku, prerje, krehje, stilim, rregullim nusesh, këndje estetikës, manikyr, mbushje me gel, zgjatim me tipsa, zgjatim me letër, thonjë porcelani, pedikyr nga format më të njohura në Europë, maska për fytyrën nga firma Matis, tatuazhe vetullash, trajtim trupi kundër celulitit dhe më pas 30 minuta ushtrime në palestër. Salloni Brunaldo është licencuar nga Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale për kurse parukerie. Regjistrimet kanë filluar. Fustane nusërie dhe veshje intime të firmave Pierre Cardin dhe Lovely Girl. Salloni Brunaldo ndodhet në lagjen 11 janari, përballë QTU Fier.
Të nderuar teleshikues, ja u rikthyem sërish në studio në këtë pjesë të dytë të emisionit ku jeni dhe ju të mirëpritur me telefonatat tuaja, ku numri do të afishohet për pak minuta në cep të ekranit tuaj, për nëse në rast se ju keni ndonjë pyetje për të drejtuar mjekës që kemi sonte të ftuar në studio. Atëherë vazhdojmë bisedën tonë në lëmë përgjysëm, ndërkohë që jemi dhe në pritje të telefonatave të teleshikuesve. Flasim paksa për mini facelifting. Mini facelift është një operacion i cili kohët e fundit është bërë goxha trend. Është një operacion që mund të zhvillohet më herët se facelifti normal, facelifti me të cilin ne jemi mësuar konvencional. Është një operacion që mund të bëhet që rreth moshës 40 vjeç. Mini facelift sidomos i drejtohet pjesës së faqeve, e cila është e para që fillon dhe tregon së bashku me qepallat e syve, që fillon dhe tregon plakjen. Sidomos pjesa këtu e faqes, e cila ka një djam të vetin, fillon me kalimin e kohës dhe zbret poshtë. Me anë të operacionit mini facelift, ne duke bërë një incizion fare të vogël, arrim që këtë pjesë ta ngrejmë lart dhe ta arrim në këtë mënyrë të krijojmë. Kjo bëhet për theksime më tepër të mollzave të fytyrës, besoj. Njëkohësisht ka dhe atë efekt që thekson më tepër mollzat e fytyrës njëkohësisht. Në fakt qëllimi është që të japë që të marrim një pamje më të rinovuar, një pamje më të re, e cila humbet me kalimin e kohës me zbritjen e djamit të faqes poshtë. Duke ngritur këtë pjesë lart në këtë vektor, ne arrim që të marrim një pamje goxha më të re dhe operacioni nuk është kaq ekstensiv sa facelifti konvencional. Flasim paksa dhe për problemet e lindura, defektet ndoshta të fytyrës, pasi ka shumë fëmijë foshnjë që lindin me probleme të lindura. Sigurisht se ç'është e vërteta, kirurgjia plastike nuk është thjesht estetik. Ne merremi shumë sidomos me problemet pediatrike, me problemet e buzës së lepurit, me problemet e lindura të fytyrës, gjithashtu siç u thash dhe pak më parë, me problemet e lindura të veshëve, me problemet e lindura të dorës, si bashkimi i dy gishtave me njëri tjetrin, gjithashtu prania e më shumë se 5 gishtave në dorë. Të gjitha këto janë operacione të cilat kirurgjia plastike i mbulon dhe duke qenë të mësuar pak a shumë kirurgët plastik që të punojnë me fije të holla, të punojnë me inde të vogla, është më e thjeshtë për ta që t'i performojnë këto lloj operacionesh nga ana kirurgjikale. Përmendëm këtu dhe problemet e lindura të dorës. Po. Besoj ndiqen rregullisht edhe ndoshta djegjet që pëson. Sigurisht, sidomos djegjet e duarve tek fëmijët janë shumë të rëndësishme, sepse duhen ndjekur me shumë kujdes në mënyrë që të mos krijohen kontraktura. Dora është një organ shumë funksional, kështu që nëse krijohen kontraktura, është e vështirë në të ardhmen që ato të rregullohen. Gjithashtu duhet që njëkohësisht me terapinë e djegjes të jepet edhe fizioterapia në mënyrë që të mos krijohen ngrirje të artikulacioneve. Në fakt, për fat të mirë, fëmijët që djegin duart fëmijët kanë një elastikitet më të madh se sa të rriturit nga ana e artikulacioneve, dhe nëse mbetet e ngrirë për një farë kohe, mund të kthehet përsëri. Kurse tek të rriturit nuk është më kaq e thjeshtë, sepse nuk është kaq elastik artikulacioni saç është tek fëmijët. Megjithatë, është mirë që nëse fëmija juaj ka një djegje të dorës, ka një djegje të fytyrës, ka një djegje të zonës perineale, është shumë e rëndësishme që të vini në një spital të specializuar për këtë temë dhe të paraqiteni, sepse mund të ketë pasoja në të ardhmen dhe nëse nuk kurohet në mënyrën e duhur, mund të ketë pasoja që nëse do ishin parandaluar, nuk do të kishte fare probleme në një të ardhme. Flasim dhe përmendim disi nga ana më të specifikuar melomën e, malinje. Melanomën malinje. Melanoma malinje është një kancer i lëkurës, i cili është kanceri më i rrezikshëm i lëkurës. Edhe në emisionin tjetër ne biseduam për kanceret e lëkurës. Folëm për karcinomën e qelizave bazale dhe për karcinomën e qelizave skuamoze. Melanoma malinje është një karcinomë e cila rrjedh nga melanocitet e lëkurës dhe ka një pamje pak a shumë tipike, sepse është e zezë zakonisht dhe duhet të
ketë shumë kujdes çdo kush, sidomos raca e shqiptarëve, e cila është pak a shumë e bardhë dhe gjendet jashtëzakonisht shumë në diell. Këto janë të gjitha faktorë të rrezikshmërisë, nëse keni një nishan dhe ky nishan ka filluar që të zmadhohet, ka filluar që të ndryshojnë anët, ka filluar të bëhet asimetrik, ka ndryshuar ngjyrën, ose ka filluar, siç u thashë më përpara, të zmadhohet, ose ka filluar që të rritet pak niveli mbi lëkurë, atëherë duhet patjetër që të shkojnë të paktën tek një dermatolog në mënyrë që të tregohet. Melanoma maligne ka, për fat të keq, ka veçorinë që të shkojë dhe të hidhet edhe në nyjet limfatike. Dhe është një kancer goxha i rrezikshëm. Kështu që mënyra më e mirë është që të parandalohet dhe të kapet në fazat fillestare. Nëse kapet në fazat fillestare, atëherë mjafton vetëm një ekcizion, një heqje e asaj pjesë të lëkurës dhe një mbyllje e çfarëdo lloj mënyre, domethënë nga ana kirurgjikale. Në këtë mënyrë parandalohet edhe shpërndarja e mëtejshme e saj. Për fat të keq, shumë njerëz kanë akoma idenë që nëse ne e prekim një nishan ose nëse e prekim diçka, ai do të bëhet i keq. Është një gjë që është rrënjosur në mendjen e popullit dhe e kemi shumë të vështirë që ta rrënjosim. Në fakt nuk ekziston një gjë e tillë. Nëse më falni nëse do të ndërpres në këtë moment, pasi kemi një telefonat të mbërritur në studio. Alo, mirëmbrëma. Alo, mirëmbrëma. Alo? Urdo. Ju lutem regjia, pasi në studio nuk dëgjohet. Alo, mirëmbrëma. Apo po flas. Alo. Ju lutem edhe një herë regjia, pasi në studio nuk dëgjohet telefonata. Alo, mirëmbrëma. Alo. Alo, mirëmbrëma, zonjë, më në fund. Alo, mirëmbrëma, zonjë. Më dëgjoni? Alo, mirëmbrëma. Telefonata është shkëputur. Duk si telefonatave, pasi jemi në një transmetim live, shumë persona dëshirojnë t'ju bëjmë pyetje, pasi një të gjë ishte edhe në emisionin e parë. Gjithsesi jemi në pritje të telefonatave tuaja. Po flisnim për melanomën maligne. Pra, ekziston kjo ideja që nëse e prekim diçka, nëse e prekim nga ana kirurgjikale, do të bëhet më i keq. Në fakt, nëse e prekim nga ana kirurgjikale, nëse e pastrojmë komplet, nuk ka asnjë mënyrë që ajo të bëhet më keq. Ne thjesht heqim një sëmundje nga trupi i njeriu dhe logjikisht është e pamundur që të bëhet më keq, të shndrohet në diçka tjetër ose të ndodhin gjëra të tilla. Është e pamundur të ekzistojë mundësia që kjo sëmundje mund të rikthehet ose mund të sigurisht, nëse ne e kapim në stadiet fillestare dhe nëse e pastrojmë shumë mirë nga ana kirurgjikale, atëherë e kemi parandaluar zhvillimin e sëmundjes e mëtejshme. Megjithatë, edhe nëse kapet në një fazë pak më të përparuar, në një fazë në të cilën është hedhur dhe në nyjet limfatike, përsëri ne kemi mundësinë që të bëjmë disektimin e nyjeve limfatike dhe të pastrojmë dhe pjesën e parë ku është hedhur sëmundja, në mënyrë që të parandalojmë përparimin e mëtejshme të saj. Flasim tashmë, është një çështje disi, domethënë dhe një temë shumë e diskutuar, shumë e kërkuar dhe në emisionin e parë, për zmadhimin, zvogëlimin e gjoksit. Këto vitet e fundit kemi pas një përqindje shumë të madhe të kancerit të gjirit tek femra. Ekziston mundësia që tek këto femra mund të kenë një gjë të tyre sërish pas heqjes? Sigurisht, siç e përmendëm dhe në emisionin tjetër, në Spitalin Amerikan ekziston një ekip i cili është mjaft i specializuar në këtë temë. Ne sigurisht që vendimin e këtyre lloj operacioneve e marrim në ekip, e marrim së bashku me kirurgun e përgjithshëm dhe së bashku me onkologun dhe kirurgu plastik. Në çdo hap ne konsultohemi me njëri tjetrin dhe në çdo hap të vendimeve të marra në këtë temë bëjmë konsulta dhe vendosim se çfarë do të bëjmë në një hap të mëtejshëm. Dhe në qoftë se gjiri është hequr, ne kemi mundësi që të krijojmë një gjë të ri. Për të krijuar një gjë të ri mund të përdoren dy mënyra, vendimin për të cilin ne e vendosim në bazë të pacientit dhe në bazë të gjirit tjetër i cili ekziston.
Në qoftë se kemi të bëjmë me një gjë të vogël, jo shumë të madh, dhe në qoftë se pacientja është i dobët dhe ka një trup pak a shumë sportiv, ne mund të vendosim që të bëjmë një protezë dhe si fillim vendosim atje një zmadhues të indit. Me këtë zmadhues të indit ne në fillim e frym me serum dhe pastaj mbasi e frym me serum ose mund ta lëm atë në vend, në qoftë se kemi vendosur po, sigurisht. Më falë që të ndërprej sërish, pasi kemi një telefonat në studio. Alo, mirëmbrëma. Alo. Alo, mirëmbrëma, zonjë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kam një shqetësim. Po? Kam 2 muaj më dhem gofja, po drejtë sera, dhe përmisimet ka më shumë më dhem. Më kupton? Ka dhimbje të mesit në mos gaboj? Edhe pse nuk jemi në këtë fush, ekzistojnë pyetje të përgjithshme pasi duke ditur se në spitalin amerikan mjek të specializuar në të gjitha fushat. Zonjë, keni dhimbje? Po, në gofje. Po? Kam bërë në gjithëra dhe s'kam përmesime. Ka dhimbje të legenit. Dhimbje të legenit. Po. Okay. Përdor kurën dhe ende nuk ka përmisim. Në fakt kjo është një pyetje që është pak jashtë fushës time. Absolutisht jashtë. Keni probleme me legenin? Në gojë, të kemi të gjithëra nama të ndryshme që i matë të përmesimet kemi. Po, sa vjeç jeni zonjë? 20 për 21. 20 për 21? Po. Jeni 20 vjeç dhe keni probleme me keni dhimbje të kockave? Po. Rreth 2 muaj apo jo? Po, 2 muaj. I keni në të dy anët apo vetëm nga një anë? Vetëm një anë. Vetëm nga një anë. Në krahun e majt. Në krahun e majt. Po në cilën zonë pak a shumë, në pjesën e sipërme apo duke ju rrezaton për poshtë? Për te këmba. Si? Tek legeni. Tek legeni në merr këmbën më të jetë komplet. Ju ampin këmbën komplet? Po. Në rregull. Në fakt kjo nuk është fusha ime, se unë jam kirurge plastike, sidoqoftë, ndoshta mund të kemi të bëjmë me ndonjë problem të ndonjë hernie diskale. Në çdo rast që mund të vini në spitalin amerikan dhe të takoheni me mjekun e përkatës, i cili mund të jetë neurokirurgu ose Po. Pra në spitalit amerikan këtu në qytetin e Fierit, qoftë në qytetin e Tiranës, po besoj ju nga jeni? Çdo ditë bëhet pritja. Edhe një herë lutem? Çdo ditë bëhet pritja te amerikanët. Po, çdo ditë jeni e pranishme, aty ka një staf që do ju mirëpresi dhe ju do lini një ditë takimi për të takuar me mjekun përkatës, për të bërë një konsult, jeni e pranishme. E mirëpritur. Më falni se nuk ju ndihmuam dot. Gjithsesi ishte pak jashtë fushës time. Jashtë kësaj fushe. Ishte jashtë fushës time. Megjithatë, shumë telefonues nxiten duke qenë se në spital është një shërbim nga të gjitha fushat shëndetësore, janë mjek të specializuar, nuk ngurojnë të telefonojnë dhe për të shprehur problemet e tyre shëndetësore që kanë. Megjithatë, zonjush çfarë mund të jeni, mund të paraqitet pranë spitalit amerikan çdo ditë. Është e pranishme. Aty mund të lëri një takim me mjekun përkatës dhe mund të bëjë një konsult më të specifike dhe më të specializuar. Në fakt, kur zonjusha mori në fillim, unë mendova se kishte ndonjë dhimbje të mesit ose të qafës për shkak të gjoksit të madh, prandaj ishte drejtuar tek kirurgu plastik. Sepse gjoksi i madh tek gratë shkakton probleme të tilla, probleme të mesit, probleme me qafën, sidomos me kalimin e kohës. Shumica e grave të cilat kanë një gjoks të madh kanë probleme gjithmonë që shenjat e sytjenave i mbeten dhe ato nga që ekziston atje një trysni e vazhdueshme, ndodh një hiperkeratoz dhe nxihen gjithashtu nën gjoks, formohen mikoza të ndryshme. Këto janë probleme të cilat një gratë që ka një gjoks të madh i vuajnë dhe probleme gjithashtu me veshjen, të cilat janë gjithashtu edhe nga ana estetike dhe të gjitha këto probleme, edhe dhimbjet e qafës dhe dhimbjet e mesit dhe këto problemet me mikozat e ndryshme nën gjoks zhduken me operacionin e zvoglimit të gjoksit. Të gjitha gratë të cilat e kanë zvogluar gjoksin kanë mbetur shumë të kënaqura. Dhe është
nga grupet e pacientëve tona që janë më të lumturat. Dhe thonë që sikur ta kisha bërë më parë këtë operacion. Shumica e tyre Pra në ka pjesë pas një dërmuese. rezultat të shkëlqyer, këto paciente kanë ngelur jashtëzakonisht të kënaqura. Po, është e vërtet, shumica e tyre kanë ngelur shumë të kënaqura. Mos desha doja shumë që të thosha të gjitha, po kam frikë se e teproj, kështu që Po themi një mesatare. shumë, domethënë, madje të gjitha mund të themi që janë shumë të kënaqura. Tek zvogëlimi i gjoksit, a keni pas një rast konkret këto kohë të fundit? Flasim më specifike me një rast konkret. Sigurisht, kemi së fundi unë pata një grua e cila ishte në moshën 56 vjeçare dhe kishte një gjoks vërtet shumë të madh. Dhe kishte diçka disproporcionale në trupin e saj, sepse nuk ishte e hollë për moshën që kishte, mirë po nuk ishte kaq e shëndosh sa të justifikonte atë gjoks kaq të madh. Duke bërë operacionin, ajo kur erdhi për kontroll, e vura re që dhe flokët i kishte lyer, kishte ndryshuar dhe rrobat, po, kishte ndryshuar të gjithë lukun, do me thënë, i kishte ndryshuar pothuajse të gjithë mënyrën se si e shikonte vetveten ky lloj operacioni, kishte ndryshuar rrobat, kishte ndryshuar mënyrën se si krihej, kishte ndryshuar shumë gjëra, domethënë i kishte rritur vetbesimin, i kishte ndryshuar mënyrën se si e shikonte vetveten në pasqyrë. Kishte ndryshuar dhe posturën e trupit, sigurisht. Ndihej më e kënaqur me atë pamje të re të saj. Po, sigurisht. Madje ne në spitalin në të cilin unë kam kryer specializimin, kemi bërë dhe një punë shkencore që në të cilën kemi treguar që mënyra e ecjes e grave që kryejnë zvogëlimin e gjoksit ndryshon dhe gjithashtu postura e shpinës kryrizore ndryshon mënyra se si ato e shohin veten, mënyra se si ecin, mënyra se si sillen. Është një operacion mjaft i bukur që edhe pacienti edhe mjeku mbetet shumë i kënaqur. Kemi një telefonat tjetër në studio. Alo, mirëmbrëma. Alo? Mirëmbrëma, mirë se vini në studio. Doja të pyesja ka vjetin e sa të para 4 vjetës dhe ka dalë kokën në faqe përsëri. Të lutem përsërite edhe një herë? Çfarë problemi kishit? Ka dalë sa më operuar deri para 4 vjetës dhe ka pasur një kokën në faqe. Jeni operuar në mos gaboj përpara 4 vjetësh, pasi keni pas një kokër në fytyrë? Po. Po. Po? Tani i ka dalë përsëria kokën dhe i ka dalë dhe 2 të tjera me disë fundës. I ka dalë dhe tjetër? I ka dalë dhe 2 të tjera me disë fundës? Po. Jeni është operuar përpara 4 vjetësh. Sa vjeç është vajza? Edhe i ka dalë, babajnë i ka dalë prapë ajo kokën në faqe. Po. Sa vjeç është vajza? 6 vjeç. 6 vjeçe. Babaj është 60 vjeç. Është 60 vjeç? Po. Është 60 vjeç. Babaj në mos gaboj? Babaj është 60 vjeç. Edhe një herë të lutem, pasi në studio është një emision live, edhe mund të ndodhin probleme të tilla, janë të pranueshme, nuk dëgjojeni mirë. Edhe një herë ju lutem, keni kryer, kush e ka kryer këtë operacion? Çfarë moshe ka pas? Kam vjerin 60 vjeç ose të 4. Atëherë ka kryer një operacion përpara 4 vitesh, ka pasur një kokër në fytyrë, Po. por pas 4 vjetësh është dalë rikthyer sërish dhe ka dalë tjetër. edhe 2 kokra të tjera midis hundës. Në këtë rast është shumë e rëndësishme që të marrim vesh moshën e pacientit. Në qoftë se ka qenë 60 vjeç, në qoftë se është pacienti i cili është 60 vjeçar, kjo kokra që ka pasur më përpara në faqe mund të ketë pasur një karcinom të tipit bazal, i cili është hequr, mirë po duke qenë i njëjti fytyrë, i njëjti fenotip, ka prirjen që ta krijojë edhe në vende të tjera. Duhet patjetër që ta kontrolloj edhe pjesën që është hequr, sepse ndoshta mund të jetë përsëritur, mund të ketë mbetur atje mbas operacionit në një lloj rezidu, dhe gjithashtu duhet parë edhe pjesët e tjera, sepse siç u thash, duke qenë i njëjti fenotip, duke qenë i njëjti pacient, duhet patjetër që të kontrollohet, që të marrim vesh
në qoftë se kemi të bëjmë me të njëjtën sëmundje, apo nuk e di, se më duket se telefonat u shkëput, apo jo? Po, u shkëput. U shkëput. Duhet, në qoftë se do të vini tek mjeku, duhet patjetër që të sillni me vete edhe fletën e biopsisë, në qoftë se është marrë biopsia në atë rast. Sepse është shumë e rëndësishme për të ditur natyrën e sëmundjes. Po, është shumë e rëndësishme që ju të vini pranë Spitalit Amerikan aty të konsultoheni me mjekun përkatës, me vete, siç e tha edhe mjekja që kemi të ftuar në studio, të merrni fletën e biopsisë, pasi është e rëndësishme. Pasi duke bërë një konsult më të afërt dhe më specifike mund të nxjerrët një konkluzion përkatës. Sigurisht. Çfarë fenomeni? Madje ne në Spitalin Amerikan këto kohët e fundit, po jemi akoma duke biseduar, mendojmë që së bashku me kolegen time, doktoreshën Irena Savo, e cila është dermatologe, të formojmë një fushat për kancerin e lëkurës. Thjesht të gjitha kontrollet për kancerin e lëkurës t'i bëjmë falas, sepse shohim shumë kancerin e lëkurës për vërdall që nuk e din që e kanë dhe shumica e njerëzve mundohen akoma që t'i kurojnë këto me barna popullore etj. Është e rëndësishme që pacientët të paktën ta dinë se çfarë është natyra e sëmundjes së vet. Pra është shumë e rëndësishme edhe është një nisëm besoj shumë e mirë, shumë e madhe. Faleminderit. Pasi kanceri i lëkurës është shumë i përhapur, ka një përqindje shumë të lartë të popullsisë këtë e fundit. Si që thatë dhe ju ka pacient që janë dhe nuk e din që kanë të pranishëm një kancer lëkure shumë e rëndësishme, që njëherë në vit të paktën maksimumi një person të bëj një egzaminim, një kontrol në të përgjithshëm dhe total të trupit të tyre. Edhe pse mundohemi çdo ditë, ndoshta edhe me emisionin Medicina dhe nëpërmjet jush, që kemi në studio, të edukojmë disi nga ana shëndetësore, çdo person, të gjithë teleshikuesit apo të gjithë popullsinë që njëherë në vit të paktën maksimumi të bëjë një kontroll të tillë. Pasi siç e thatë, mund të kenë të pranishëm një sëmundje dhe nuk janë të vetëdijshëm për praninë e saj. Sigurisht, është shumë e rëndësishme që të mos besojmë vetëm tek njëri tjetri. Për fat të keq, shumë njerëz kanë prirjen që të besojnë më shumë një mik, një shok, se sa të shkojnë tek mjeku. Do të ishte shumë mirë që shumica e njerëzve të bënin check-up her pas here, të paktën një herë në vit. Është i rëndësishëm një veprim, një diçka e tillë, pasi është besoj më mirë që një sëmundje të kapet në fazat e para të saj, sepse është më e vështirë të kurohet apo të ndiqet në qoftë se kapet në fazat e hershme. Sigurisht, për fat të keq, shumicën e sëmundjeve i kapin në faza në të cilat, sidomos për sëmundjet kanceroze, në faza në të cilat ka mbetur shumë pak për të bërë. Por me zhvillimin e fushatave të tilla, me zhvillimin e mentalitetit të njerëzve, kemi filluar që të bëjmë hapa të vogla, por të sigurta në këtë temë. Faleminderit. Përveç se shërbimit profesional që ju shërbeni dhe jepni pranë Spitalit Amerikan, bëni dhe nisma të tilla që u shërbejnë më shumë pacientëve apo ndoshta edhe të gjithë popullsisë, të gjithë njerëzve, për japin më tepër një kulturë nga ana mjekësore. Shumë faleminderit. Sa përket urime për këtë nismë të re. A ka pacient që vinë përveç se për zvoglimin, folën për zvoglimin e gjoksit, për zmadhimin e gjoksit? Sigurisht, shumica e pacientëve që vinë tek ne, vinë për zmadhimin e gjoksit dhe flasin për kirurgjinë e gjoksit. Dhe shumica janë në moshën midis 20 dhe 30 vjeç, por ka shumë dhe që janë mbi moshën 30 vjeç dhe kanë patur atë zvoglimin e gjoksit mbas lindjes, mbasi kanë ushqyer me gji fëmijën dhe pas asaj gjoksi pëson një farë tkurrje, si të thuash. Ka shumë gra që vinë dhe për këtë temë. Gjithashtu ka shumë gra që vinë dhe për asimetrit e gjoksit. Do me thonë, njëri gjoks është i vogël dhe tjetri është i madh. Kemi patur disa raste të tilla dhe i kemi kuruar në një mënyrë mjaft të suksesshme. Pacientët kanë mbetur goxha të kënaqura, mjaft të kënaqura, nga përjashta me veshje nuk dallohet pothuajse asnjë gjë. Dhe kur janë të zhveshura madje, përsëri është shumë e vështirë që të dallohet që dikur atje ka pasur një lloj asimetrie. Po. Një pyetje, besoj që është shumë e rëndësishme qoftë për teleshikuesit që na ndjekin, a krijon probleme tek
qoftë tek zbadimi, qoftë tek zvoglimi i gjoksit, a ndodh që mund të ketë probleme tek nënave që ndoshta më vonë mendojnë të bëhen nëna, tek ushqyera me gjie fëmijës tyre, a mund të ketë probleme? Sigurisht, përgjigjja e kësaj pyetje është jo. Nuk krijon probleme në dhënien e gjirit. Zmadhimi i gjoksit bëhet në një mënyrë të tillë që ne nuk e prekim fare gjendrën e gjirit. Do me thonë, futemi në një plan të tillë që silikoni, proteza e silikonit është proteza e cila përdoret në Spitalin Amerikan, përdoren të njëjtën protezë që përdoret edhe në Amerikë. Do me thonë, një firmë që unë nuk po jap emrin tani, po një firmë që është shumë e njohur në gjithë botën dhe që është më modernja, më cilësorja. Ekziston një bashkëpunim i tillë? Po, përdorim të njëjtën lloj proteze, nuk përdorim kur proteza jo cilësore në asnjë mënyrë. Dhe protezat moderne kanë një gjatësi goxha të madhe, mund të përdoren ndoshta gjatë gjithë jetës. Vendoset proteza në një plan të tillë që nuk ka lidhje me gjendrën e gjoksit dhe me kanalet e qumshtit. Duke qenë e tillë, nuk krijon probleme në një të ardhme për dhënien e gjirit. Zvoglimi i gjoksit nga ana tjetër, teorikisht mund të krijojë probleme për dhënien e gjirit, por në 80% të rasteve nuk krijon probleme. Nga ana teorike, disa nga kanalet e qumshtit dëmtohen gjatë operacionit. Mirë po, goxha kanale të cilat mund të mjaftojnë për dhënien e gjirit. Sepse kemi të bëjmë me një gjoks mjaftomat që po e zvoglojmë. Duke qenë se dhe gjokset e vogla mjaftojnë për dhënien e gjirit, ne lëm atje sigurisht sepse zvoglimi i gjoksit në asnjë mënyrë nuk duhet menduar si heqje e gjoksit, është si të thuash një riformim i një gjoksi të bukur dhe më të vogël. Nuk duhet menduar që u zvoglua gjoksi dhe u bë një gjoks i shëmtuar. Neve mendojmë, duam patjetër që të bëjmë një gjoks sa më të bukur dhe të vogël, pak a shumë, po jo shumë të vogël. Po të jetë edhe nga ana funksionale. Pra, domethënë përgjigjja ishte jo, nuk përgjigjja është jo, probleme. Atëherë kemi një telefonat tjetër në studio. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, zonjë. Unë bëj një informacion për veshkat. Jam me gjumë në veshka, kanë qenë shtuar në spitalin e Vlorës dhe nuk di çfarë bëhet aty në spitalin e Vjerit dhe spitalin amerikan. Në rregull. Nuk e di, zonja ishte me probleme, po, në veshka, me gur në veshka, ka qenë shtruar në spitalin e Vlorës dhe donte një informacion se si mund të vinte të bënte një konsult kusht pranishëm në spitalin amerikan? Sigurisht, në spitalin amerikan 1 ka mjek shumë të mirë nefrolog, gjithashtu besoj se keni dëgjuar që në spitalin amerikan 1 është hapur një qendër dialize shumë e mirë. Po, dhe në këtu mjaft moderne. E Vjerit? Po, dhe është një nga spitalet më të mira nga ana e veshkave. Edhe urologët i kemi shumë të mirë. Kemi disa specialistë që kanë ardhur nga Turqia dhe disa specialistë të cilët kanë mbaruar specializimin në Turqi. Në çfarë do lloj teme, për çfarë do lloj problemi që të keni me veshkat, mund të vini në spitalin amerikan. Zonjë, mund të paraqiteni pra në spitalit amerikan të qytetit të Fierit, aty është hapur një qendër dialize e specializuar, mjek të specializuar, një staf i specializuar që ju mirëpret dhe ju lë një takim me mjekun përkatës, gjithashtu teknologji e specializuar. Patjetër, është e rëndësishme që Spitali Amerikan, qoftë nga ana e mjekëve, ashtu dhe nga ana teknologjike, ka një specializim të mirë fillt. Pasi del nga dal po diskutojmë që ka dhe një bashkëpunim me spitalin në Turqi dhe në Amerikë. Ekzistojnë bashkëpunime me firma, me kompanit? Ne kemi bashkëpunime sigurisht me firmat të cilat tregtojnë madhrat më të mira dhe më cilësore, qoftë nga ana e protezave, qoftë nga ana e materialeve të tjera të cilat ne përdorim. Asnjëherë në spitalin ton nuk mendohet kosto, se sa mendohet cilësia. Gjatë gjithë kohës, cilësia është primarja. Kosto është gjithmonë në nivelin e dytë. Gjithashtu, bashkëpunime të ndryshme midis mjekëve në vende të ndryshme të botës, kemi në mënyrë që të marrim më të mirin nga vendi më i mirë. Jemi munduar gjatë gjithë kohës që të ruajmë cilësinë dhe është shumë e rëndësishme që në plan të parë është cilësia. Sigurisht. Mendohet.
Duke të falenderuar për zemërsisht që ishit Më e vjen pranishme keq. Faleminderit sonte juve. në studio. Faleminderit njohur i mbar. Besoj vutërej që edhe sot kishim telefonata jashtëzakonisht të shumta, ndoshta disa shkëputeshin për shkak të fluksit të telefonatave. Po. Ju mirëpresim edhe herë të tjera për të diskutuar, për të biseduar për sa i përket kirurgjisë plastike. Shumë Ju falenderoj falenderit. edhe një herë për zemërsisht. Shumë Duke falenderit. falenderuar dhe Spitalin Amerikan me koordinator Dr. Novruzi që na bën të mundur realizimin e këtij emisioni dhe ardhen e mjekëve çdo të mërkur në studio. Falenderoj dhe Sallon Bukurie Brunaldo e cila kujdeset për lukun tim. Bashkë do të rishihemi të mërkurën e ardhshme me një mjek tjetër specialist në studio. Deri atëherë uroj një shikim të këndshëm të programeve në vazhdim të televizionit Apollon. Bashkë mirupafshim. Medicina, Spitali Amerikan.